Me ndalohet me një ndërhyrje të palejuar në 16 metrishin e Gjilanit dhe gjyqtari Alban Shala akordon penallti. Ka një dash penallti kjo? Unë mendoj që nëse i shohim pomjet edhe lëvizje në fush, ata që i kuptojnë rregullat, unë mendoj që kjo është penallti e pastër për arsye se nëse bazohemi te kontakti është me pjesën e sipërme trupit, jo ku alëdoj njerëzit poshtë, edhe mendoj që lojtari unë e ka pas topin në zatrim, ka mujt me lujt me topin, edhe për mua është penallti. Samir? Për neve që ai njohëm rregullat, kjo s'është penallti. Tash. Kush i njeh rregullat të Basmiri? Që të shpërshihet momenti i parë. Që nuk po shihet. Që nuk po shihet. Fillimi i kontaktit. Na nuk i kemi duhet me bëni sqarim për publikun. Nuk i kemi gjitha pamjet për shkak të mos transmetimit, mos krijimit të publikimit të pamjeve. Është shumë e lehtë edhe pse ky Iqballi është lojtar shumë i mirë kvalitet edhe është për ne më vështirë është me rujt edhe me perceptu, po që është penallti cilën nuk besoj që ka ekzistuar. Okej, shpëtim? Si ishte refer dhe tashmë po di a më çuaj ekspertë të referimit. Ne vendemi i nxituar dhe i gabuar i gjyqtarit kryesor. Është një penallti e paqen, domethënë edhe kur e shef që është një aksion largohet prej portës lojtari Drenicës, është një super kontakt i lehtë. Kjo mendoj që nuk është faull as në mesin e fushës, e mos të diskutojmë për zonën. Apo mendoj që s'ka kontakt këtu te kjo pjesa? S'ka kontakt për penallti. Nuk ka kontakt për penallti. S'ka kontakt për penallti. Ai veç me lon me jap gol. Është edhe një pamje tjetër që ne nuk e kemi, në pamje nga kamera mbrapa golit, ai do të ishte më e qartë, ndoshta për ta parë dhe për ta. Se mund atë shpëtimi, më fal se ti ma profi për këtë pjesë, po ideja është që penalltia është lojtori i kthyn kapurta ajo. Veç që po folmi për një kontakt lehtë, se nëse është kontakt Tirana e botë edhe ti është i kthyn kapurta lojtori. 16 metrash. Se mundesh me bë penall atë dol pi zonës. Veç jemi të folë për një penallti me kontakt lehtë, se po mundesh me bë edhe te kondi 16 metrash nëse është. Që ta lojtori s'mundet më kthy ka golla, çfarë ke? Se vlen ajo te rrezikshmëria e aksionit shumë. Ky është shumë kontakt i lehtë për penallti. Që mos me thonë s'ka kontakte, që ade mos me bo... Atëherë, mos me paskon penallti, kish intervenu Vari, besoj që ti e di për të Nuk ka këtu fakt me ndërhy Vari, për shkak se është një lloj kontaktit, e Vari ndërhyn vetëm kur s'ka kontakte. Atëherë, penallti, është penallti, pra. Do me thonë Vari veç e ka mbështet vendimin e gjyqtarit kryesor në fushë. Vari ka intervenu edhe kur pranojshin gollat për aeroplanit, apo kujtohet vitin e kaluar, para 2 viteve. Dukagjini Prishtina.